është pjek ashtu si që duhet, me pak lang, se patatja duke u ftof e tërheq langun. Është një tavë shumë e mirë edhe për ditë festive. Të dashur ndjekës, muaji i fundit i vitit, unë do bëj një pulë të thjesht. Patatet i kam la, i kam qëru, i kam shpla prap masi ti presësh, se skuqen më mirë, i le pak të thahen edhe për të bë tava shumë e mirë me pulë. Gjithmonë patatja do kavërdis pak, pastaj do fut në furrë, tash voj u nxe, me temperaturë të lartë, sigurisht. I mbuloj me kapak, që të vrasë pak akne, dhe i lejnë 2-3 minuta, sa të tuten pak, jo të morin ngjyrë. Janë patate ku ka vërdisën, ju tash të një faqe du, të zbuten pak edhe të morin edhe i nyrën. I vendisim, qoshem fmi, se do vendosin pulën më, pula është altë, rezine, longu duhet jetë i nxehtë, e zbut shumë mirë patate, zbut pak kryp patateve, e krypa dhe i zbut dhe i jep dhe shije se patatja me zi i hy krypa. Si vendos pulën, pule e zakonshme, 1 kg e 400 gram, do ta lyj pak me kryp pulën, sigurisht, që të mori pak lezet, edhe një tjetër. Pulës do t'i hudhe dhe i qik të lyj, ja ku e kam bo hallë, e kam tret pak, që ta lyj, se skuqet më mirë, merr më pamje. Tash i marr dhe i hodh langu, po gjithmonë langu duhet jetë pak i kullum, mos ketë mbeturina, jo tek pula, langu duhet jetë gjysmë patatja e zhytme me ynyrë, me ynyrë bashkë me lang, se ka pula vetë ynyrë. Edhe kuqërremet, edhe merr shije tamam speciale, se kam marrë dhe një kavërdisje në fillim. Mos jetë si karton, po t'jetë edhe e butë, për të hangër e ha dhe me qapën e bukës. Nuk duhet të dali longu mbi sipërfaqen e patates, po patatja pjesën më të madhe të vetën do ta ketë në lang, longu i nxehtë. Tashti pulës edhe patateve do t'i hedhim pak spec të kuq, jo pikant. Jo ta teprojmë gjithmonë, unë i kam merak këto gjona, nuk duhet, po sa për pamjen, edhe pak shija e specit e lezeton, edhe pak të lynë sipër pulës, nga kjo që na ka ngel. Tash e kam hallë me fut në furrë, me 200 gradë, jo më shumë, që të zbutet edhe të skuqet avash avash. Tavën e nxora nga furra, është pjek ashtu si që duhet, me pak lang, se patatja duke u ftof e tërheq langun. Është një tavë shumë e mirë edhe për ditë festive, pse jo, ka njerëz fukarej, nuk janë gjithë të pasur, qo vitimar, edhe inshallah gjithë shnoshe mirë, këtë them unë, këtë ju uroj gjithëve, mbi shnetin s'ka gjë.